ku shkon ky algoritëm që po ndodh midis Trumpit dhe Putin? Mund të bësh në 1 minutë pa përmbledhur si e gjykon? Ne do të kemi një gjë parasysh. Kemi të bëjmë me 2 persona të cilët mashtrimi publik e kanë profesion. Po. Pra Trumpi është një showman, totalisht. Dhe është një showman egocentrik në natyra dhe narcisist. Kurse tjetri është një showman për profesion, pra është një oficer i shërbimit sekret i kundër zbulimit. Për më tepër i kundër zbulimit, pra i trajnuar për të mashtruar publikisht. I trajnuar për të patur një maskë të padeportueshme. Pra, dhe të gjitha deklaratat e këtyre të dyve, në çfarë do lloj rasti, në mos qofshin pra, pavarësisht se nganjëherë marrin atë si duket sikur janë me të vërtetë emocionale pra të çastit. Janë totalisht mashtrime. Për shembull, le të vim te ajo biseda tyre e fundit, pra, të dy deklaruan se biseduan 2 orë për Ukrainë. Realiteti është që për Ukrainë kanë biseduar vetëm 10 orë. Gjithë biseda është bërë për shkëmbimin 9-9 të disa robërve amerikanë dhe rusë, pra që ishin të arrestuar për spionazh. Dhe që mediat e lanë dhe shitën sigur ka folur për Ukrainën. Për bisedime për paqe. Ata diskutuan dhe arritën në fund të këtyre 2 orësh arritën të merreshin vesh që të shkëmbejnë 9 robër rus me 9 robër amerikan të akuzuar për spionazh. Pra gjithë kjo bisedë është bërë për këtë. Kërkesa ishte më e madhe nga pala amerikane, por rusët qëndruan te 9, te numri 9 dhe vazhdojnë të qëndrojnë. Dhe kanë gjë interesante, rusët vazhdojnë të qëndrojnë te numri 9. Edhe të gjitha shkëmbimet e robërve që bëjnë, edhe të gjitha shkëmbimet e kufomave që japin, nuk e kalojnë numrin 900, 900, 901, 903. Edhe në marrëveshjen e fundit që bën, rena të analizën numerologjike të Laertit. Jo, më thëmë ka diçka interesante. Jo, kjo e rusë është e 9. Se do vi Laerti tani pas pak, ata janë Ukraina se të bën 1000 me 1000. Ata janë vetë, jo, pikërisht se bën 1000, 900 kanë dhënë deri në tash rusët. Ka lidhje me 0-900 kjo? Jo, nuk e di fare se ç'lidhet. Prandaj kjo është interesante. Numri 9 që ata kanë zgjedhur, ka ca kohë që zgjedhin nuk ashtu. Prandaj them që çdo lloj diskutimi, çdo lloj deklarate e tyre që bëjnë. Unë mendoj që po të shohim edhe Trumpi ka dërguar vetëm një person dhe ajo është diçka edhe nga njëra anë është edhe qesharaki kur shivet, pra kur shef Witkofin që vete në Moskë, edhe ai takohet me një grup 4-5 veta specialist atje, dhe Witkofi është vetëm, dhe imagjinoni as përkthyesi nuk e ka të tij. Pra përkthyesi është i Moskës. Pra kjo është nivel, domethënë që biseda ndërmjet Trumpit dhe ndërmjet Putinit janë biseda të tjera nga ato që na shfaqen dhe nga ato çfarë ata shfaqen në televizor, sepse derisa çon vetëm një person. Pra ti po që e thon kështu shqip dhe në brutale Trumpi nuk i plas për Ukrainën, thua ti? Unë mendoj që ata kanë bërë një marrëveshje, absolutisht kanë bërë një marrëveshje që ti do marrësh atë që ke vendosur të marrësh, por këtë do ta marrësh pak me vështirësi, pra të bëjmë të vështirin derisa ti ta marrësh. Pra janë në lojë të dy, thua ti? Unë besoj që po.